mashkulli apo femra kush kërkon më shumë sipas teje? Sot. Femna. Femra kërkon më shumë. Kërkon më shumë se më janë nisë mas pari prej vëmendjes, respektit, dashnis, edhe fund luksit. Edhe lukset, po. Bravo, të lumt. Po tash çure tash. Po, faleminderit shumë që unë kemë të përdishtashtë. Mundohen gjithmonë në fal. Gjenita, të lutem, po. Më falni se radhën nuk i kom një pak ma jetë, po flas ashtu që unë jam, unë gjithmonë e kom mbrojt emrin tem, po më kon shumë rrill. Unë jam motor e 3 vllazën, po kur jam puna te vëmendja, ose kush kërkon më shumë, jam unë që tha jo, që kërkoj pak më shumë se sa jam që i kam shpe. Edhe kjo është realiteti i sotit. Po kjo i bie sepse je vetë me vajzën familje, nuk i bie pse ti kërkon, ti ke gjithmonë vëmendjen edhe pa kërku fare, sepse je vetë me vajzën familje. Tash nëse kërkoj luksin unë, se ajo është pa diskutim që unë kam gjithmonë vëmendjen e krejt familjarëve. Po nëse kërkohet luksi, normal që unë kërkoj më shumë se sa. Atëherë ty luksin të familja jote, po nëse ti dhe nesër takosh me një bashkëshort i cili nuk mundet me ta ofru çat luks, apo i vjen kjo që ti nuk e zgjedh atë bashkëshort, apo zgjedh diçka tjetër për me ta ofru luksin, sepse dashuria, respekte këto vetë ofrohen, që saj e ke gjetë vetë shpirtin të mbinjak, po flas. Mirë, po saj përket luksit, familja jote ka pas mundësi me ta qëtë luks që ndoshta shumë familje tjera nuk e kanë mundësi me ja ofru vetë vajzit të tyne, nuk do me thonë që nuk e dojnë ose nuk e respektojnë, po nuk kanë mundësi me jap luks. A i vjen kjo që ti dush me zgjedh kam po e merr? Tash po tham shumë drejtën kështu, kur jam kon pak më e vogël normal si krejt nuk i kena pat kushtet, po sa do ne e këshyri një mashkull i cili ka punën e ka luksin që mu më ndreq një jetë pak më të mirë mes me jetu atë varfërinë që kom jetu pak më herët, një mosh pak më të vogël. Po, por ti mundesh edhe ndoshta me punu edhe po tash normal çure sot për sot femrat kanë përparu më shumë pse po punojnë, po gjallojnë, nuk janë. është shumë rregull me kërku mënyrën e mashkullit që përmendë ti, secili ka drejtën e vet me lyp një jetë sa më të mirë. E gjon mashkullin me çato kushte që po kërkon ti, po pas një kohë kalojnë disa vjet edhe çato kushte nuk janë më.